Pacientët gjatë procesit të shërimit nëpër spitale kanë nevojë edhe për ndihmë psikologjike. Kjo ndihmë pothuajse shumë pak është ofruar në Spitalin Klinik të Tetovës, por edhe nëse ka ekzistuar si shërbim, pacientët shumë rrallë kanë kërkuar. Ky shërbim ndonse ekziston vetëm tek reparti i psikiatrisë. Megjithatë, shumë pak është shpërndar edhe nëpër reparte të tjera, kur dihet se në Tetovë nevoja për ndihmë psikologjike ka qenë e madhe, duke pasur parasysh edhe ngjarje tragjike që kanë ndodhur kohë më parë. Prandaj pritet që të vihet në funksion një repart i tillë. Absolutisht është shumë e nevojshme edhe gëzohem që për herë të parë kemi marrim masa konkrete për detapuizimin e temës dhe nevojës për ndihmë dhe mbështetje psikologjike gjatë të trajtimit mjekësor në spital. Do të rëndësia të dallojmë nevojën për mbështetje psikologjike nuk është vetëm tek repartet e psikiatrisë. Absolutisht është shumë e nevojshme që edhe gjatë trajtimit mjekësor pacientët të kenë mundësi dhe të kenë qasje direkte me psikologët kur janë të shtrirë edhe në repartet tjera. Dhe tani kemi progres dhe kemi ndryshim pozitiv në këtë aspekt, pasi që do kenë mundësi pacientët të kenë qasje direkte tek psikologu. Nga Spitali Klinik i Tetovës thonë se ky shërbim pritet të zgjerohet edhe më shumë në reparte të tjera. Ashtu siç kemi nevojë dhe kërkojmë ndihmë prej mjekut kur kemi dhimbje, ashtu siç kemi nevojë dhe kërkojmë ndihmë prej dentistit kur na dhem dhëmbi, ashtu duhet kemi qasje edhe kemi nevojë dhe duhet të kërkojmë ndihmë edhe prej psikologut. Jam informuar se do të kenë sipas nevojës kur të kërkojnë kanë qasje dhe do të kenë mundësi. Me kalimin e kohës besoj dhe do të rregullohet që më shumë reparte të kenë. Mëtej nënvizohet fakti se pacientët kanë nevojë për mbështetje emocionale gjatë kohës kur janë në shërim në spital, por edhe pjesëtarët e tjerë të familjes që përjetojnë trauma të rënda kur janë me të afërmit e tyre. Nuk është e mundur gjatë një trajtimit mjekësor thjesht mos preket edhe ajo pjesa emocionale e pacientëve dhe ata kanë nevojë për mbështetje shpirtërore, mendore për një shëndet mental më të mirë. Në pjesën ndërmuese të spitaleve në vendet e zhvilluara dhe jo vetëm, ndihma psikologjike për pacientët nuk mungon dhe ofrohet kur pacientët u nënshtrohen ndërhyrjeve të ndryshme kirurgjikale ose kanë përjetuar aksidente, tragjedi ose trauma të tjera.